Një avion i nisur nga Londra me destinacion Tiranën krijoi kaos dhe panik këtë mëngjes, pasi fluturimi u devijua papritur mbi Gjermani dhe më pas u kthye sërish drejt Britanisë. Ngjarja ka shqetësuar familjarët e dhjetrave pasagjerëve që prisnin të afërmit në aeroportin e Rinasit, ndërsa mungesa e informacionit nga kompania ajrore vetëm sa e ka tensionuar situatën. Sipas të dhënave të pasagjerëve dhe itinerarit të publikuar në Flyradar, avioni ishte nisur nga London Luton rreth orës 06:50 dhe duhej të ishte në Tiranë në orën 10:55. Fluturimi ka vazhduar normalisht deri pranë Gjermanisë, por rreth mesditës, pista digjitale tregoi një devijim të menjëhershëm drejt Muniut. Në vend që të vjonte ulje në aeroportin gjerman, avioni bëri një kthes të plotë dhe nisi rrugën e kthimit drejt Londrës, duke lënë pasagjerët dhe familjarët pas një shpjegim. Disa prej të afërmëve kontaktuan në redaksin, duke e kërkuar ndihmë, pasi sipas tyre as kompania e fluturimit, as aeroportet nuk kanë dhënë asnjë sqarim. Ju lutem, nëse mundni të pyesni ndjekësit tuaj, nëse kanë të afërm në këtë avion ose ndonjë informacion, pse është kthyer mbrapsht nga Muniu për në Londër, ishte nisur për në Tiranë, është kthyer në gjysmë të rrugës për në aeroportin e Lutonit, shkruan një prej tyre. Mesazhet e ngjashme vijnë edhe nga persona të tjerë, të cilët ndjekin në kohë reale lëvizjen e avionit në aplikacionet e fluturimit, por nuk marrin dot një përgjigje zyrtare. Mungesa e transparencës ka shkaktuar pasiguri të madhe. Familjarët tregojnë se kanë telefonuar disa herë në Rinas, por askush nuk kishte informacion. Të tjerë raportojnë se pasagjerët brenda avionit nuk janë njoftuar qartësisht për arsyeën e devijimit, përveç disa njoftimeve të paqarta për çështje teknike. Nëse bëhet fjalë për një problem teknik, më të keq apo situatë të papritur në destinacion, askush nuk e di ende me siguri, ndërkohë fluturimi vijon të shihet duke ju afruar sërish Londrës, çka tregon se ulja do të kryhet atje dhe pasagjerët do të detyrohet të presin një zgjidhje të re për udhtim drejt Tiranës. Disa prej tyre raportojnë edhe humbje financiare pasi kishin rezervuar transport apo mundim ose plane pune në Shqipëri. Kjo situatë është një shembull i pastër se si mungesa e komunikimit nga kompanitë ajrore i lë pasagjerët të paorientuar dhe të tensionuar në një kohë kur teknologjia e bën të mundur ndjekje në kohë reale të çdo fluturimi. Informacioni bazë për arsyeën e një devijimi duhet të ishte standard. Për momentin, pasagjerët dhe familjarët e tyre mbeten në një pritje të një komunikate zyrtare që do të sqaronte se çfarë ndodhi realisht dhe kur pritet të riorganizohet udhtimi drejt Tiranës, ndërkohë fluturimi nga Luton në Tiranë mbetet një prej mistereve të ditës, duke krijuar shqetësim dhe debat për sigurinë dhe menaxhimin e situatave emergjente në aviacion.